أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me këto mezhlise duke përthithur dijen e dobishme nga ky kopsht i burrave të devotshëm, i lanë si amanet dhe trashëgimi nga një prej kolosëve të Islamit, Imam Neveviut rahimahullahu taala, mezhlise të cilat mëtojnë dhe synojnë që të na ndriçojnë rrugën tonë drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Filluam në mësimin e kaluar kapitullin e ri që flet për obligueshmërinë e respektit dhe nderimit ndaj pushtetarit të drejtë dhe të mirë, musliman të drejtë dhe të mirë, dhe se nështrimi ose bindja ndaj tyre nuk bëhet në mëkat. Dhe filluam sharimet bazike në lidhje me këtë titull që sot të vazhdojmë me ajetin e parë, të cilën e ka sjellë Imam Neveviu rahimahullahu taala në fillimin e këtij kapitullit, ku thot: Qala Allahu taala ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum. O ju besimtar, respektoni Allahun dhe respektone pejgamberin dhe të parët tuaj. Për ky ajet vjen për me vërtetu atë se muslimani e ka për detyrë dhe obligim t'i nështrohet Allahu dhu xhelal në urdhnat e tija dhe në ndalesat e tija, dhe pastaj t'i nështrohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në urdhnat e tija dhe ndalesat e tija, dhe pastaj t'i nështrohet paris. Mirë po, këtu në renditjen e ajeteve kuranore është i moment që ja vlen mundante. Kur përmendet Allahu, thuhet respekton Allah. Kur përmendet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përmendet respekton e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur përmendet paria pushtetari, nuk përmendet respekton. E ulemat e tefsirit i ka dhënë rëndësie, siç e kemi përmend vazhdimisht, jo çdo fjale e fjalie, po edhe çdo pikë edhe çdo presje në Kur'an. Sepse çdo gjë që është në Kur'an nuk është e rastishme, po është e qëllim. Çdo shkronjë, çdo pikë, çdo presje, çdo fjalë, çdo fjali është e qëllim. Edhe renditja është e qëllim. Jep mesazh. E gjuha arabe për këtë arsye është gjuha më e madhe dhe më e mirë në botë. Se t'jep hapësirë manovrimi dhe me atë manovrim që t'ja e bën e përcjell mesazhin. Do thot edhe këtu, kur thot o ju besimtar, respektoni Allahun, respektoni pejgamberin dhe të parët tuaj dhe parin tuaj. Ka një mesazh. Edhe mesazhi i cili është. Thënë ulemat, respekti ndaj Allahut është i direkt. Kur thot Allahu, do thot respektohet më një herë, qoftë urdhë qoftë ndalesë. Respektoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, njëjtë, respekti është i direkt. Dhe të parët tuaj, respekti është indirekt. Çfarë do të thonë respekt direkt dhe indirekt? Do të fjala e Allahut, ajeti mjafton ti për me momentin që ti e ndëgjon, e kupton me zbatu. Fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam njëjtë. Momentin që ti e ndëgjon, e kupton, dush me zbatu. E vendimet e pushtetarëve, nëse ato përputhen me fjalën e Allahut dhe të pejgamberit, respektohen. Nëse nuk përputhen, nuk respektohen. Se përndryshe kisha thënë këtu dhe respektoni të parët tuaj, në çdo rast. Ama këtu jo, dhe respekti i paris
ndërlidhet me respektin e tyre ndaj Kur'anit dhe Sunetit, ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shqipe vesh nga formulimi i ajetit u dha mesazhi, u kuptu qëllimi, për atë që e lexon Kur'anin me vëmendje. Tani para më doni një pyetje, kur ta lexosh shqipti këtë ajet. O ju besimtar, respektoni Allahun dhe respektoni pejgamberin dhe të parët tuaj. A e nxjerr këtë mesazh? Nuk e nxjerr. Se ka thellësinë e vet në gjuhën shqipe, kjo renditje e fjalisë. Ama në gjuhën arabe po. Sidomos në Kur'an. Edhe kjo është arsyeja se Allahu i Madhërisëm, domethënë, e ka zbrit Kur'anin në gjuhën arabe dhe prej asaj kohe deri më sot Kur'ani vazhdon me nxjerr në mejdan margaritarët e vet. Edhe njerëzit që lexojnë Kur'anin me nxjerr kuptime të reja, kuptime të fuqishme, kuptime të domosdoshme, kuptime të dobishme. Edhe kështu na duhet me jetu me Kur'anin. Andaj porosi për mua dhe për ju vllazni që sa më shumë me lexo Kur'an, po jo vetëm për me fitu sevape, po me lexo Kur'anin dhe me marr mesazhet secili për veten e vet. Se ky libër, ky Kur'an është mesazhi i Allahut i dërguar te na. Edhe mesazhet e Allahut duhet na me i lexu me vëmendje, duhet me i analizu me thellësi dhe pastaj për tyre duhet mu inspiru. Edhe normalisht me përfitu për saj atë jeni të bindur, aq sa na ja hapim mendjen dhe zemrën Kur'anit, aq Kur'ani shon bereqetin e vet në jetën tonë. Edhe të jeni të bindur gjithashtu se njëra prej pengesave në zhvillimet tona është sepse na pak lexojmë Kur'an, pak jetojmë me Kur'an, pak e shoqërojmë Kur'anin. Edhe një sem, po të më thonë, në momentin që fillon me lexu Kur'an dhe më mësu me te, së ndahesh prej tij. Së ndahesh prej tij. Ama, nëse nuk e ke bo mik Kur'anin, atëre, pse se prek një javë, 2 javë nuk të bëhet vonë. Ama kur të bëjsh mik, shok në ngusht, atë ti sabah akşam kime u taku me te, si kurse njerëzit. Kur e kiti ka shok në ngusht, non stop i kontakt me te. A që ki pak më të lartë, kur takosh. Edhe na raportin tonë me Kur'anin të me bo miqësi të fortë, afërt. Edhe vazhdimisht të jetojmë me te, edhe do të inspirohemi prej tij dhe normalisht të marrim bekimet e tija. Pra, ky ajet kuranor është ajo që na dje e përmendëm, është udhëzimi më i madh për atë që na e kemi metodologjin jetë dhe mundohemi me përhap. Që gjitha veprimet tona fetare, po edhe ato të botës, kësaj bote, ti mbështetim në argumentet kuranore dhe në ato të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe që vazhdimisht kur flasim për fen, themi ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe që besimtarët të mësohen të marrin fen prej burimeve të veta. Gjithsesi, në kuptimin e Kur'anit, edhe Sunetit do ndihmohemi me sharimet e dietarëve. Ajo është patjetër. Por nuk është sharimi bazë, ajeti është bazë. Nuk është sharimi bazë, hadithi është bazë. Edhe ka dallim mes këtyre dy metodologjive. Asaj ku njerëzit i lidhin muslimanët me njerëz, me dietar, dhe asaj ku do thotë thirrësit i lidhin njerëzit me fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bereqeti është në këtë metodologji, që të mësohen njerëzit vazhdimisht ta marrin fen nga ajo që ka thënë Allahu dhe nga ajo që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe normalisht të ndihmohen në kuptimin e këtyre burimeve fetare me atë që kanë lënë si trashëgimi dietarët. Ku thot minkum, shifë tash, wa ul amri minkum, dhe të parët tuaj. Edhe kjo, do thot, pra pashtes, e ka një mesazh premër, prej juve. Do thot, ai paria, ai pushtetari do të më koni juve.
jo vetëm si komb, po përderisa flasim për fe, musliman si jo. Nëse nuk është musliman si ju, s'ki obligim ndaj tij, për respekt. Ama nëse është musliman si ju, atër obligimi bëhet fetar. Edhe mos bindja bëhet mëkat. Ama kur është kryetar jo musliman, do thot bindja bëhet obligim qytetar. Edhe mos bindja bëhet, do thot kundërvajtje ligjore. Ama s'ka të bëjë me Allahun asgjë. A kur është kryetari musliman, edhe qeveris me Kur'an dhe me Sunet, atëherë bindja më është adhurim. Edhe mos bindja është mëkat. Edhe kjo është një nivel që na mungon neve që jetojmë në vende jo muslimane. Që jetojmë në shtete ku s'ka islam, që qeveris. S'ki mundësin adhurimit Allahut me bindje ndaj pushtetarit musliman. E kjo brengë është ajo që duhet me nxit muslimanin me punu, me kontribu, me e pas dert, me pas qëllim, që me ndryshu gjendjen e popullit tonë, që ata tjetojnë në hijen e qeverisjes islame, në hijen e porosive të Zotit, porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa është adhurim vete, edhe është adhurim i vazhdueshëm, përderisa të ki pushtetin islam, edhe ti jeton në hijen atij pushteti, domethënë edhe e ndihmon, kontribon, e mbron, ti 24/7 i je në adhurim. Ummeti islam sot i mungon një gjë e tillë për shkak se muslimanët normalisht e kanë lëshuar fen, janë largu prej fesë, edhe jetojnë domethënë në margjina të botës, të zhvillimeve botnore, sepse normalisht në momentin që ti e lën islamin, largohesh për islamit, dobësohesh. Edhe nuk je më i rëndësishëm, se krenaria e muslimanëve është në kapjen e tyre për islamin, në jetesën e tyre me islam, në kontributin për islamin, në mbrojtjen e islamit. Mirë po si janë rrethonat tona, na atë shumë imi dashuru për dunjë, atë shumë vrapojmë pas dunjës, thuti që kena me jetu 1000 vjet, jo 100 vjet, as 100 së një mërin. Edhe kër vere puna kontributi për islam, me ndohemi 2 herë, 3 herë, kër vere puni për qefe, për saltanate, së me ndohemi as 1 herë, edhe ky kontribut e kjo sakrificë e vogël, minimale që bot, aq t'jep. Se çdo kun është rregull i njëjtë, sa t'jap shmerë. E na, kur ankohemi pse imi kështu, pse shumë thjesht është matematika. Sa kontribujmë na për islamin, aq e gëzojmë islamin. Nëse nuk kontribon, shumë. Edhe kjo sakrificë, ardhja sabah në xhami, me farë sabah, pastaj me ngudesin, është kontribut. Edhe andaj ti që vjen edhe sakrifikon, dëgjon edhe mëson diçka që nuk din, edhe nuk dëgjon, nuk mëson ai që nuk vjen. Edhe këtë është njëjtë. Sa japim, aq marrim. Edhe në lidhje me Zotin, edhe në lidhje me njerëzit, edhe në lidhje me vetveten. Sa jep vetvetes angazhim, aq e ngrit veten. Angazhim dituri, angazhim punë, angazhim disiplinë, angazhim sport. Sa të japsh vetvetes detyra dhe obligime, aq e ngrit veten tonë. Edhe familjes, edhe rrethit, sa t'u japsh respekt, sa t'u japsh kontribut, ndihmë, përkrahje, shtyrje, aq do fitosh me ty respekt, dashni kështu me radhë. Edhe në fenë Allahut e njëjtë. Sa do japsh kontribut, sakrificë, përkrahje, mbrojtje, shtyrje, të fesë Allahut, aq do fitosh pozitë Allahu subhanahu wa taala, po gjithashtu do fitosh pozitë të njerëzit, sepse Allahu është ai që mas miri i pagun. Allahu pagun edhe në dunjë edhe në ahiret. E krejt tjerët pagujnë veç për dunjë. Ama Allahu të pagun edhe në dunjë me autoritet, edhe në ahiret me xhennet. Edhe andaj mas miri ti është na me kontribu për fenë Allahut. Se i fitojmë dyjat, edhe dunjën edhe ahiretin. Ama vrapimi jo mas dunjës edhe mos kontributi për fenë Allahut, do shtë në epë të mira në dunjë. Mirë për në ahiret, mund është mësë me marë asgjë. Andaj edhe kjo përemër minkum për juve të regon një mesazh, se ai pari, ai përshëtëm konë musliman, si ju, jo kushtëmërinja.
e kushdo koft. Edhe gjithashtu kjo e jep porosin e vetë. Andaj, Allahu Dhu Gjelal në këtë ajet kuranor në jep mesazhin se paria është ajo që e rregullon në zhvillimin e shoqërisë. Tash pastrohet pyetja, kush është pari? Kush është i pari? Dhe andaj në përkthimin e këtij ajeti wa ulul amri minkum, dhe të parët tuaj, ulul amr, me përkthi kështu tekstualisht i vjen dhe ata që në dorë e kanë urdhrin, ose që themi na dhe ata që në dorë e kanë vendimin. Në gjuhën e re, mund është me përkthy qeveritar, mund është me kthy pushtetar, mund është me kthy, po kush e përbën këtë grup njerëzve që udhëheqen dhe qeverisin me njerëzit? Në logjikën tonë, përdorimin e zakonshëm ku thuti pushtetari ose qeveritari, kryetari, zakonisht nënkuptohet pjesa politike administrative. Ata që kanë mundësinë e vendimmarrjes politike. Koncepti islam është më i gjerë. Edhe me qëllim u ndalën këtë pikë për me kuptuar vllazni se qasja islame ndaj shtetit, ndaj politikës, ndaj shoqërisë, ndaj qytetarit, ka shumë elemente shtesë nga ajo që është sot, edhe këtë ato shtesa janë shumë të rëndësishme, edhe janë bazike dhe ato e bëjnë specialitetin e qeverisjes islame. Edhe ato e bëjnë e ngrisin lartë, shumë më lartë se sa ajo që sot është dominante në botë. Megjithse qafirat mundohen me akuzu ligjin islam, me lloj-lloj akuzash, edhe me spikat vlerat e demokracisë. Amoralisht, do thotë, sistemi islam, qeverisja islame është shumë më e avancuar në të gjitha segmentet se sa bile nuk ja vlen mukrasu. E prej koncepteve që e bëjnë dallimin mes sistemit islam politik edhe sistemit demokratik politik, është edhe ky moment. Kush është pushtetarë? Gjithë na, kur flasim për pushtetarë, në nënkuptojmë qeveritar, kryetarin, kryeministrin, ministrat. Mirë për konceptin islam, jo. Ka thotë pushtetarët e vërtet, kanë thonë në nëmot el ulemau wal umara. Janë dietarët dhe qeveritarët. Shëve? Që ka një element shtesë, nuk mundet mu qeveris shteti pa akademik, pa intelektual. Sepse edhe këtë termë keni një, për shembull, ka thuhet qeveri teknokrate. Çka do të thonë qeveri teknokrate? Do thotë nuk është me ngjyrë politike, nuk është antar në një partie politike, por din me menaxhu me një ministri ose me një qeveri, edhe ata e marrin qeverisin e vendit, që s'ka ngjyrë politike. E teknokratët më njëon dhe intelektualët më njëon janë ata që e qeverisin shtetin. Në mungesë të intelektualëve ose që themi na sot të akademikëve, qeverisja e shtetit mundet me qenë teknikisht në rregull. Mirë po ideologjikisht edhe moralisht mos me qenë në rregull. Dhe andaj shteti islam për dallim për shteteve tjera do thotë përveç pjesës teknike, administrative, e ka e pjesën ideologjike dhe morale. Edhe një shtet për të kompletuar si shtet i zhvilluar, i përparuar, përveç zhvillimit domethënë administrativ, teknik, ekonomik, është shumë më rëndësishme me koni avancuar në aspektin ideologjik edhe moral. E tash në perëndim shtetet bashkëkohore e kanë edhe pjesën e ideologjisë. Edhe andaj nëse e vëreni, dikush edhe nuk e vëren, lufta e madhe bëhet për ta vlerësuar edhe për ta mbivlerësuar sistemin demokratik. Bile, në shumë vende të botës, sistemin demokratik e imponojnë me tytat e tankave të tyre. Edhe të shkojnë në ushtrinë e vetë të qanë, thotë, kena pru demokracina, me shka me tenka. Kur u bo në sistemi liris, i barazis, i drejtësis,
kur u bo mu që me tankë se dikon mu bartë. Mirë po, kur vete punat të këto ndodhi që ka ndodhë në botë, 4 dekadat e fundit për shembull, ata maqineria propaganduese mediatike e tyre e shpjegon në botë se na kena kontribu për ta zhvillu Irakin, për shembull. Na kena kontribu për ta zhvillu Afganistanin. Me çka? Me 30.000 ushtarë, me 100.000 ushtarë, me tanksa, me aeroplana, me bombardime, me shkatrime, që zhvillon shtetet të i shkatru. Aman, dëgjojti lajmet e shef se ata kanë shku me i zhvillu. Va kanë qëtë demokracinë. Do të pjesë ideologjike, mbrot në përmes medias që kanë ata. Edhe kënena luftohet Islami vazhdimisht me propaganda ndryshme, edhe njerëzit musliman të kanë thotë, po demokracia ma mirë. Edhe del për feje. Sepse fjallën e njerit e bën më të mirë se fjallën e Zotit. Edhe na thamë këtu, respektin dhe Allahut, respektin e pejgamberit dhe të parëve, kur ata respektojnë Allahut dhe pejgamberin. Sallallahu alaihi wasallam. Ti thuaj, jo ke që është musliman edhe respekton Allahun dhe pejgamberin vazhdimisht edhe një herë nuk e respektoj, ka thotë më fal, po këtu unë s'mund të dëgjoj ti se ti e kundërshton Allahun dhe pejgamberin. Edhe ai që s'ka lidhje me Islam hiç, edhe këtë pi atyve do thotë mendimeve të kalpta të vetat i çet ligjet i thu ky kanë më mirë se sa fjala e Allahut. E këtyre u thotë Allahu xhelal afa hukm al-jahiliyyati yabghun. Ata dëshirojnë qeverisjen e jahilietit. Wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun. E kush ka që qeveris më mirë për njerëzit se sa Allah? Për ata që janë bindur. Andaj bindja se fjalët e Allahut janë më të mirat, edhe vendimet e Allahut janë më të mirat, është ajo që nuk e lejon besimtarin asnjëherë me krahasimin e jo me vlerësimin e këtij ligji më shumë se vlerësimin e fjalës së Zotit. Kjo çështje të akidës. Edhe muslimani nëse si ka kuptuar mirë këto gjëra, do ketë problem në momentet e caktuara, do të shesh ignoranca e tij, e cila e çon kufër Allahu na ruaj. Edhe andaj, kur flasim na për pushtetarët, vazhdimisht i kemi parasysh të dy kategori njerëzve. Si musliman, i kemi dietarët të parë, pushtetarët, ose kryetarët dytët. Pse kjo? Pse dietarë për para? E para do më kemi diçka shtesë. E dyta, pse të parët dietarët e mas pjesat teknike e pushtetarëve? Për shkak se qeverisja ndërtohet mbi dituri. Për shembull, edhe sot, kryetari kur e merr një vendim, ka e konsulton. Pari që konsulton është këshilltari i tij juridik. Ai duhet të thonë, i thot atë shërbimit vet kabinet që e ka, më sjellni ligjet. Se këto vendimet e mia, a janë përputhje me ligjin apo nuk janë? Se çdo vendim që e bjerë kryetari ose kryeministri dhe është kundërshtim me ligjit, me automatizëm ai anulohet. E a është përputhje me ligjin, as është se din kryeministri. Se ai nuk e di ligjin. Nuk e di këtë ligjit, mund të di një 2-3. Po është, do thotë, kabineti ose domethënë këshilltari juridik i cili e din kushtetutën, i din ligjet ose nuk i din gjithë edhe ai, po e di ku janë, ku i gjen, edhe e merr vendimin e tij, i merr ligjet edhe i analizon. Ky vendim i tij ja bie ndesh me ligjin apo nuk bie, nëse nuk bie e bën publik, nëse bie e korrigjon derisa nuk bie. Edhe ky pas ka nevojë për një pjesën akademike. Do thotë, te na muslimanët vendimet i elaborojnë dietarët dhe normalisht i merr pushtetari. Se vendimi për me qenë i zbatueshëm çka duhet me pas? Forcë që e zbaton. Se merr një vendim edhe s'ki forcë me zbatu, ai vendimi është kot. Edhe andaj tek pushtetari për cilësive që të me pas fuqi vendimmarrëse, mos më kon i pa vendost. Ata marrë këtë vendim, a mos ta marrë. Pse, a është mirë për mu me marrë këtë vendim, apo nuk është mirë për mu?
Ti duhesh me marrë çdo vendim që është i rëndësishëm për zhvillimin e vendit tënd. S'është më rëndësia është i mirë për ty apo është i mirë për ty. Se ti pratë ke ardhur me marrë vendime në favor të shtetit dhe shoqërisë. Pra atë ka pru populli aty. Sistemi demokratik. Pra atë bjerë, njëjtë faktikisht pjesa elitare, intelektuale, muslimanëve ty në pushtet. Që ti të marrësh vendime në favor të fesë Zotit, favor të shtetit dhe favor të shoqërisë. Edhe prej këtu del se sistemi islam politik është elitar. Andaj, edhe zgjedhja e halifes vjen, nëse e mani men kur kemi sharu, prej pjesës akademike intelektuale, figurave që kanë autoritet edhe intelektual për edhe autoritet shoqëror, jo për çdo qytetari. Dhe e dyta do thotë është se pjesë e pushtetit janë edhe dietarët. Dhe ai halifja do që është vetë i ditur, e mbledh bordin e akademikëve aty dhe mbas porosive dhe këshillave që t'i japin ata vepron. Pushtetet e fundit të na këtu, në Ballkan përgjithësi edhe këtu në Maqedoni, lufta më e madhe është më u largu për intelektualëve dhe akademikëve. Edhe mos me pas asnjë pse, se para akademiku i vërtet nuk manipulohet. E dyta domthon akademiku i vërtet jep zgjidhje shkencore, që politikisht mund mos me kon të favorshme. Edhe andaj politikanët e fundit, partitë politike, liderët politik, kryeministrat, ministrat, mas randje kanë me pas një intelektual akademik afër vetes, se ja prish planët. E para nuk e lën me vjedh, e dyta domthon ai vepron në favor të ligjit dhe shtetit. Dhe ati nuk i intereson zgjedhjet e ardhshme, a kemi fitu, a kemi hu, punë e madhe. Më nësi është të t'jesh pushtet, ti t'jesh i sakt, edhe t'jesh në përputhje me ligjin. Që kur dash për pushtetit, mos me pas mundësi askush me t'kap, edhe me t'qunë gjyq. Mirë po, pushtetarët e sot se kanë këtë punë. Pse? Se kanë një rregull të pashkruar i cili e shkatron këtë shtet edhe shumë shtete, është që qeveria ardhshme e amneston qeverinë e kaluame, me kusht që qeveria e kaluame me i lënë hapësirë qeverisje të rahatshme mandatin që e ka. Edhe kjo ka fillu pej qeverisë parë, domethënë që është ndruar në Maqedoni, deri sot njëjtëve. Asnjë, domethënë nuk është sanksionuar megjithëse në fushata folën fjalë të mëdha, jo kjo, jo ai, jo kjo, jo gjyq, jo burg, jo korrupsion, jo si të sot zgjedhjet, harrohen këtë muhabeti. Sepse ata nuk kanë qëllimin me e zhvillu shtetin, e as me zbatu ligjin, qëllimi vetëm i tyre është që ata me pas një mandat, me mujtë një mandatin mirë e ma mirë, ndërkohë ata me u pasuru personalisht, edhe kjo me qenë qëllimi i tyre kryesor. Pra, edhe kjo është një komponent e rëndësishme në sharimin e këtij ajeti. Ul-amri për që kanë edhe ulemat edhe umerat, ulemat ja sharojnë, do thot, fen edhe qëndrimet fetare pushtetarëve, e pushtetarët i zbatojnë ato dhe e çojnë pjesën në popullin përpara. Andaj ummeti islam vazhdimisht ka me pas nevojë që të ketë dietar, të cilët e njohin fen, e sqarojnë fen dhe elaborojnë në përputhje me rrethonat dhe nevojat bashkëore që ka ummeti islam dhe njerëz të cilët kanë aftësi qeverisjeje, vendimmarrjeje, menaxhimi, që këto vendime fetare dinë se si me implementu brenda një shtetit dhe brenda një ministrie. Normalisht, nëse duam na që të kemi përvojë për qeverisje në pjesën teknike, duhet me kon pjesë e zhvillimeve shoqërore në vendet tona, që duke qenë pjesë e këtyre zhvillimeve politike në vendet tona, ti do të një pjesë e dinisë son e percepton nga afër, e kupton nga afër se si bëhet loja politike dhe si bëhet qeverisja, si kur ti je drejtor, si merren vendimet, si e mbron autoritetin tanë, si e mbron dinjitetin tanë, si e mbron pozitën tënde, do thotë detyrën tënde, dhe si lufton korrupsionin, si e lufton nepotizmin, si do thotë insiston në meritokraci,
parime dhe muhabete që na i ndëgjojmë vazhdimisht, mirë po kur të futesh në atë lavirith të pushtetit, është shumë rëndë ti me rezistu insistimin e rrethit për me e keq përdor institucionin, për me abuzu me buxhetin, pasuri që ka institucion, me e lënë pas dore përgjegjësin e punëtorëve në atë drejtori e kështu me radhë. Janë probleme reale të cilat kush nuk merret me to nuk i din, as nuk mundet me andru bilëm. Andaj, nëse duam na që të bëjmë reforma në shoqëritë tona, që të përmirësojmë pozitën e qytetarëve tonë, na duhet të qenë aktiv edhe në kuptimin e fesë, edhe në jetesën me fe, po të qenë aktiv edhe në zhvillime shoqërore politike të na, që na nëpërmes kontributeve tona konkrete dhe të përditshme të japim kontribut për ta ndryshuar gjendjen tonë. Përndryshe me muhabete që flasim vazhdimisht ditën dhe natën, edhe me abstenim nga kontributi jon në zhvillime shoqërore, nuk ndihmojmë na ndryshimin e këtij vendit edhe këtij populli. Gjithashtu kohën që kishim disponim për sharimin e këtij ajeti neve na përfundoi. Me këtë sharim e përfundojmë edhe sharimin e këtij ajeti kuranor. Inshallah taala në mësimin e ardhshëm vazhdojmë me hadithin e parë në këtë kapitull, duke lutur Allahun e Madhëshëm që Allahu të na jap ditë të dobishme dhe vepra të mira, na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si ne ka bashkuar në këtë xhami, për të marrë këto porosi. Allahu i Madhëshëm na bashkoft në xhennetul firdaus me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammedin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.